Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona tek Allahu Azza wa Jall, ndërsa lavdatat, bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe nderuar në pjesën e parë të kësaj ligjërate patëm nderin edhe rastin që të njihemi me emrin Allahu xhallahu ala el-Wakil. Dhe kuptuam disa aspekte të rëndësishme të kuptimit të këtij emri dhe reflektimit të tij në jetën tonë të përditshme. Prandaj ajo që është esenciale të kuptojmë këtë drejtim është ajo që ka të bëjë me krijimin e veprave të njerëzve. Nga se shumë njerëz nga një lloj po them kështu kushtimisht pavarësie që Allahu a ka dhënë këtë drejtim, mendojnë se vepra e tyre dhe Allahu xhallahu ala janë dy gjëra të ndara. Ndërsa Allahu xhallahu ala neve na me kuptu dhe na sqaron në Kur'an se Allahu xhallahu ala është krijuesi i shkakut, po dhe krijuesi i pasojës. Andaj Allahu xhallahu ala nuk është vetëm krijuesi i ushqimit, por është krijuesi edhe i ngopjes, ka se ngopja është krijesë. Andaj ngopja nuk është rezultat i domosdoshëm i ngrënies, por është krijesa e Allahu xhallahu ala si pasojë e ndërlidhur me shkakun e ushqimit. Dhe kur të dyja bashkohen dhe jap leje Allahu xhallahu ala e pretendon njeriu edhe ushqimin dhe ngopjen. Por nganjëherë kur Allahu xhallahu ala vendosi këto të funksionojnë të ndara, kuptojmë që njeriu kur të han ushqimi e dëmton jo që ngop, sikur që mund të jetë i helmuar, mund që të pengon në lukën e tij, mund që të ketë ndonjë efekt anësor kështu me radhë, për të kuptuar këto përjashtime që ndodhin në kësaj bote. Në këtë rrafsh janë shenja të drejta të Allahu xhallahu që na tregon se shkaku dhe pasoja funksionojnë po me zveti, por vetëm me lejen e dikujt që është el-Wakil. Dorso nuk është lidhje domosdoshme. Do thotë nuk është shkaku dhe pasoja nuk janë në funksion të domosdoshëm, por janë në bazë të urësisë së Allahu xhallahu ala. Përndryshe sot gjejmë njerëz të cilët në qoftë se në rrafshin e sebepeve krejt është në rregull, qetësohet apo. Dhe nuk vazhdon me tutje edhe me një stacion të rëndësishëm për të kuptuar se në rregull është sebepi, por çfarë është më atë që është Zoti i sebepeve apo. Andaj edhe dietarët na kanë porositur që njeriu për çdo sukses që don me arrit, për çdo pasojë pozitive, po them jo negative, që don me arrit, me përjetu në bazën e sebepit caktuar, domosdoshmërisht duhet këtë ta kuptoj dhe ta bëj përmes njohjes së Allahu xhallahu ala me emrin e tij el-Wakil. Përfitimet e besimtarit në jetën e kësaj bote nga emri i Allahut el-Wakil janë të shumta. Unë do t'i përmend disa prej tyre që të shohim se çfarë mund të marrim ne nga ky emër. Ne e kuptojmë emrin e Allahut el-Wakil në raport me Allahun xhallahu, si funksionon ky emër, si vepron Allahu xhallahu me këtë emër, këtë e kuptojmë. Dhe sjellëm edhe shembuj nga e kaluara dhe nga jeta e përditshme për të kuptuar, do të thotë, reflektimin e emrit të Allahut el-Wakil. Por tash po flasim nga pozicioni jon, ne si rob të dopt, të shkret, apo çfarë mund ne të përfitojmë përballë këtij emri. E para që duhet ta kuptojmë në këtë drejtim është se emri i Allahut el-Wakil për të kuptuar më drejt dhe për të përfituar sa më shumë nga ky emër, duhet që të shoqërohet edhe me disa emra të tjerë të Allahut azza wa jall. Apo e që gjitha këto pastaj i ndihmojnë besimtarit që të shtohet dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Nga se në qoftë se ti e din se mbikëqyrësit është ai që është el-Wakil. I për krahas që është el-Wakil, është edhe el-Hayy, apo nga se ai që mbikëqyr dhe kujdeset dhe për çdo veprim tëndin ai miraton, çfarë do të ndodh? Ai nuk është veç kështu. Apo, po krahas saj është edhe i gjallë që nuk vdes kurrë. Andaj kjo të bën me kuptuar edhe madhet el-Wakil. Ase dikush sikur se do ta marrë më vonë, mund të jetë në kuptim të ngushtë wakil, kujdestar joti.
Mirë po, sot nesër pret me ta dërgu ato çka ke je mësu për ti, thur valla diç. Apo andaj nuk t'jap një lloj rahatie. Në ky el-wakil nëse nuk shoqërohet me emrat e tjerë të Allahu xhallahu ala. Krahas është el-wakil me kuptimin që kemi thënë, ai është ala kulli shay'in qadir. Është i gjithmonë për çdo gjë. Prandaj Allahu xhallahu xjalaluhu në disa raste në Kur'an ka përmendën ala kulli shay. Ka ala kulli shay, Allahu xhallahu ala është mbi çdo gjë. Pa asnjë përjashtim. E ka përmend qadir. Ala kulli shay'in qadira. Allahu xhallahu ala ka fuqi mbi çdo gjë. Sa do të ky fort, fuqia e tij është mbi, fuqia Allahu xhallahu ala është mbi të. Andaj ka ala kulli shay'in qadir. Sikur se ka ala kulli shay'in qadir, ka ala kulli shay'in wakil. Për çdo gjë është Allahu mbikëqyrës. Wa kana Allahu li kulli shay'in muqita. Edhe kulli shay ka përdorur çdo gjë muqit. Muqit çka është? Muqit është pjesë e rrezak. Rrezak është furnizues i përgjithshëm. Muqit është ai që ka të bëjë me rrezikun e ushqimit tën. Muqit, nga emrat e Allahu xhallahu është muqit. Andaj Allahu xhallahu xjalaluhu çdo krijesë ushqen. Mandej ka thënë ala kulli shay'in hasiba. Çdo krijesë pa përjashtim, shikoj si ka bëu kullu shay, Allahu xhallahu ka përfshirë tek emri i tij el-hasib që është llogari dhënie. Krejt çka ka në këtë botë apo nuk ka çare pa raportu para Allahu xhallahu xjalaluhu. Pa mundshëm është. Andaj gjitha këto ala kulli shay'in qadira, ala kulli shay'in wakila, ala kulli shay'in li kulli shay'in muqita, ala kulli shay'in hasiba. Apo gjitha këto që Allah i ka përmend e plotësojnë njëra tjetrën kuptimin e drejtë të asaj që është el-wakil atë. Andaj krahas është el-wakil, ai mbikëqyr po nuk është mbikëqyr pasiv, është mbikëqyr aktiv. Dhe kujdestar aktiv që për çdo ndoshta edhe lëvizje të njerëzve Allahu xhallahu xhallahu i merr në pyetje, i merr në llogari. Prandaj shikoj subhanallahu vetëm kjo sa e minimizon shqetësimin e njeriu të përballë një dëmi. Për shembull, sikur se ceka tek emri Allahu el-Wakil, tek kuptimi, tash tek ndikimi i tij. Kërkojmë që ky emër të na qetëson. Kërkojmë që ky emër të na ofron një lloj prehje dhe pushimi shpirtëror. Allahu xhallahu xjalaluhu tham është ai që vendos dhe miraton në bazë të mbikëqyrjes dhe kujdesit që ka mbi çdo zhvillim tok, vendos sa do të goditesh nga kjo, po flas kushtimisht dëmi që po të kanose për rrezikon. Dhe veç kjo ty t'jep një lloj prehje dhe pushimi. Paramendo pastaj edhe për atë pak që të ka godit, dhe goditja s'ka qenë e rastishme, po në bazë të emrit të tij el-Hakim, edhe pak që të ka godit, ai që të ka godit me te nga krijesat do të jap llogari para Allahut pse të ka godit dhe ta kompenzon atë. Mas kësaj, mas tani, ku jetë arsyeja për shqetësim mo? Fillimisht, krejt njerëz më u grumbullu, me të bokeq, nuk kanë mundësi me të bokeq, pas aq sa miraton ai që është el-Wakil. Dhe el-Wakil është emri i bukur i Allahu xhallahu që ne i gëzojmë atij, jo emri që na shqetëson. Apo, dhe kjo është një burim i mjaftueshëm i qetësimit. Po paramendoj edhe kjo kur thot ala kulli shay'in qadira. Allahu xhallahu është i gjithmonë në përgjithësi, ai mbikëqyr, po dikush mbikëqyr, po det vjen ai me intervenu të shkove. Allah ala kulli shay'in qadir. Intervenimi i tij është shumë më i shpejt, apo dhe fuqia e tij është shumë më e madhe se shpejtësia dhe fuqia e tij që po me dëmtu ty apo. Pa edhe kjo ai minimizon shqetësimin nga një aspekt, apo shikoj si po minimizohet shqetësimi. Pastaj Allahu xhallahu ala ala kulli shay'in hasiba. Edhe me këta që po të dabojnë, ku kanë me raportu mas këti veprime, ku kemi dalë për para, ati zotit tënë, apo që për shkak besimit tënë në te, ata po të pengujnë. Ata ka më shku, taj me do në logari, pse keni ngusë robin tema. A jenë diqka tani pa të dhunë haku, a tjetë zhikë më për diqka që smute mi a këthy që shduhet, apo? Ska më kurgja. Krejt bota që dëmë të botë dëmë ty. Krejt në fund ka me dhënë të Allah raport. Pse i keni botë dëmë robit tema?
A është kjo burimi i qetësimit? Po vallahi. Andaj nga gjitha këto kënde robi qetësohet. Prandaj ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut, ju veç Allah më thon. Po ku të përmendsh Allahun, e din që është el-Wakil, e din që është el-Hasib, el-Razzaq, el-Hakim, el-Halim, el-Latif, el-Rahman, el-Rahim. Apo sa më tepër emrat e bukur të Allahut azza xal aktivizohen kur Allah, aq më tepër zemra qetësohet apo. Se s'ka arsye për shqetësim mo, s'ka mo. E kupton njëri shqetësimin e fëmijët kur s'e ka non, apo po tash e ka non, pse ka mo? S'ka arsye mo. S'ka arsye mo, erdh kujdestari apo. Po e kupton për shembull njeriu dhimbjen në vend caktuar për shkak të mungesës së mjekut, apo tash erdh mjeku. Tash leja këtij ky tash kallzon çka ki. Tash në rrafsh njerëzor kur vije personi adekuat për ankesën tënde, qetësohesh atë. Po sikur se thash, personi adekuat për smundjen tonë është mjeku. Si të vjen ai, ta na dorëzohem apo. Tash spaku shqetësimi largohet, nëse dhimbja mbetet, por shqetësimi largohet, çka po më gjon apo e ki një lloj garance se personi adekuat ka ardhur. Dhe kështu ndodh në çdo rrafsh tjetër. A nuk është Allahu xhallahu ala adekuat për më ta qetësu zemrën tënde për bazë shqetësimi? Pa dyshim se po. Andaj ka unë ela bi dhikrillah. Ke ela, a di kur përdor ke ela? Do njerëz që të bëjnë muhabet, do në habit atje, do këtu po punojnë. Ela, ju krejt çka jeni këthënë kanë se kam ju gatu diçka atë. Krejt ju që jeni habit, mu qetësu me dikun tjetër. Jeni angazhuar të punë dunjas, jeni habit atje. Ela, këthënë ka unë atë. Se kam diçka më ju kallzu. Po, ato çka po lypni ju te unë është. Bi dhikrillah tatma'innul qulub. Me qetësimin e Allahut, me përmendjen e Allahut xhallahu ala, qetësohen zemrat ato. Prandaj, njohja jon e emrit të Allahut el-Wakil duhet të ndikojë në qetësimin ton, në sigurinë, në një prehje, kënaqësi që e përjeton besimtari në çdo rrafsh. Prandaj, edhe çështja e furnizimit, depot e furnizimit kush i ka në dorë apo? I ka Allahu xhallahu ala. Apo ai është el-Wakil. Ai është el-Wakil. Ai është kujdestari i depove të tij. Andaj ai vendos ju dikush tjetër sa kimë marrë nga ky furnizim. Po krahas sasisë së marrjes, ai vendos edhe nga përfitimi nga ky furnizim. Po njerëzit Allahu xhallahu ala ka mundsuar një hapësirë caktuar edhe kjo veç për sprov. Apo kanë mundësi, po flas në rrafshin njerëzor, kanë mundësi apo me vendos sa me t'jep. Po një njeri ka pare, ati jep ai 1000, ati jep 500, ati jep 20, ai vendos. Ti do sa du. Se Allah këtë liri më ka dhënë. Edhe pse edhe kjo ndodh me el-Wakil, po flet në rrafsh njerëzor. Për me kuptu diçka tjetër. Nëse dikush vendos sa do të mbjem nga pasuria e tij, ai vendos veç për sasinë e parës. Kur gjë më shumë. Apo vendos veç për 1000 që kam të jap. A vendos ai ku kemi harxhu? Ja. Ka sa i tja për diçka, ndodh një sprovë dikun tjetër, s'ki qare pa i qua tjepër. Apo, a vendos ai për bereqet në tyne? Ja. Ja. A vendos ai për kohën e shpenzimit e tyne? Jo. Ti thu shpiru ishtu për një 2 javë dit, ose për dimën i shalan vynë me pagu, rrimën me bledru, apo dhe ndimën dhe njëri, me të një mjerë të palu më. Apo, ai që ti ka jap nuk vendos mi hargjit të japë. Ai krejt ka vendos, apo është veç i kaq. Edhe pse edhe këtu kur vendos ai më dhon dikush tjetër i thotë ç'është bën japën. Apo andaj çka a jet arsye mu friksu për rrezikut nga furnizimi kur na kërcënojnë krijesat është turp i Allahu xhallahu xhelalu. Andaj edhe përfitimi i dytë nga ana e el-Wakil është që njeriu të turprohet nga Allahu azza wa xal në qoftë ndihet apo i shqetësuar apo i friksuar nga kërcënimet e njerëzve na që ata nuk e kanë dorë atë. Dikush po na njerëzit na duhet të friksu, po them, s'po them haram është. Me kon që është haram, diçka tjetër. Po them turp po pi Zoti. Apo ky turp ta stabilizon frikën që është edhe madje normale apo. Sigurisht kanë qenë disa njerëz në anije. Nëse përdorimi i emrit Allahu xhallahu ndëruar nuk është çush dush të japë. Po edhe këtë përdorim ta mundson Allahu xhallahu kur dënai me kuptuar t'japën.
Na e pam Zakaria alayhis salam, pejgamber ka qenë, po lyp me ditë tash çka ka bëu ata. Unë e di që kim më vonë, po çysh. Nëse që kjo është interesant. Andaj kanë qenë disa shok, meq, grup njerë në anije. Dhe kanë fillu dalë të ditit me i përplas anijen, do në sa që është riziku jetë atyne. Edhe gjithë ata që kanë qenë në anije të shqetsuar duke vrapu me bën zgjidhje të caktuar, po s'kan çka bën nga se dalë të ditit po e përplasin anijen, nëse njëri prej tyne i qetë në një qas s'po lëvizë. I ka thonë, atë kuptim, kallëzojnë ti çka ke gjetë ti, që s'po lëviz. Ka thonë, unë i thash Zotit tem, o Allah, me këto valë deri më tani, na e tregoj fuqinë tënde. Të lutem tash vazhdo me na e kallëzoj butësinë tënde. Dhe u qetësuan dalë të ditë. Apo? Andaj, Allahu xhalla xhelaluhu ka ne ta kallëzon fuqinë. Thoj o Zot, ma shumë s'unë marr vesh fuqinë, e mora vesh. Kallëzom tash sa i mirë i butje. Apo? Komunikon me Allahu xhalla xhelaluhu, kjo është turpi. Apo, që ndaj Allahu xhalla xhelaluhu që të mëson ty situata caktuara se çfarë më përdor. Prandaj kur të shqetëson kërcënimi i dikujt, kur shqetëson mungesa e rrezikut, ngarkesa e kësaj, apo aktivizoje këtë turp ndaj Allahu xhallahu ala përballë emrit të tij El-Wakil. Po te ke vënë kush e ka këtë në dorë? Po te ke vënë kush vendos për ta? Po Allahu xhallahu xhelaluhu. Atëherë, kjo është komunikim i brendshëm i nefsit, i joti, atëherë nefsi çfarë po don më? Komunikim për qetësim, nuk po flas në rrafshin juridik, halal, haram, farz, këtë diçka tjetër. Po flas në rrafshin e komunikimit të brendshëm tonin, apo e qetëson gjithashtu këtë nefs të turbulluar me çka? Me turp ndaj Allahut azza wa jalla. Nga se ky kuptim i drejt e qetëson zemrën e njerit apo. Gjithashtu dietarët e kanë përmend se në kuptimin e dallimeve, ne e dim se Allahu xhalla xhelaluhu nuk është i ngjashëm me asken, dallon nga krijesat. Mirë po, edhe këtë njohje të përgjithshme, globale, se Allah nuk është i ngjashëm me asken, sa më tepër mundemi edhe me detajzu me shembuj, edhe më mirë e kuptojmë, apo? Andaj, a ka mundësi edhe në këtë botë të ketë mbikëqyrës, njeri mbi njeri, kujdestar njeri mbi, ka mundësi? Edhe pse në shumicën e rasteve, fatkeqësisht, shumë për njerëzve ndihen më të sigurt në mbikëqyrjen e krijesave se në mbikëqyrjen e krijuesit. Andaj njohja e dallimeve të bën që me evitu këtë problem. Fillimisht kujdestaria e njeriut mbi njerin a është në të gjitha sferat e jetës apo është e kufizuar? Është e kufizuar. Përdesë është e kufizuar, është e mangët. Ndërsa kujdestaria dhe mbikëqyrja edhe kujdesi i Allahut mbi ty, a është i kufizuar, a është i shtrirë të gjitha sferat e jetës? Është i shtrirë të gjitha sferat e jetës. Apo andaj kemi të bëjmë me një mbikëqyrje të plot përballë një që është e mangët. E para. E dyta, mbikëqyrja e krijesës sado që tjetë, apo e ka një limit të saktuar kohor. Vdes, diq. E tani? Nërsa mbetit Allahu xhalla xhelaluhu. Mbetit Allahu që është hayyun la yamut, i gjalli që nuk vdes. Prandaj edhe kur i ka vdek dikujt pej ashabëve të pejgamberit sa mbikëqyrësi, grusi ka vdek burri, i kanë thonë disa raste njërës për tyne i kanë thonë vdeq të ashtu që ja bën. Thonë qofë se ka vdek burri, kanë beta që e kanë majtë edhe mu dhe burrin temë. Ajnë e bën zgjidhja. Kështu tha edhe Abu Bekri, men kanë ya'budu Muhammeden, fa inne Muhammeden kat mat. Kush e ka adhuru Muhammedin, vdeq Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ball na kanë gati na ka mësu, po vdeq Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Apo e kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le din se i vdiq Zoti. O men kanë ya'budu Allah, kush e ka adhuru Allahun, wakili jet hala, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah është i gjallë nuk vdes atë. Andaj këtu janë dallime themelore. Dhe këto pastaj dallime dhe shumë të tjera, sikur ka thënë Ibn al-Arabi rahimahullah, këto dallime pastaj bëjnë që
Allahu ta zgjat ti takon këtë rast pozita më e lartë e cila na sill njeve disa dispozita caktuara. A e kuptuat? Tash na më përfitu. Apo? A kuptove dallimin mes mbikëqyrjes së krijesës dhe krijuesit? Disa i kuptove, ka shumë tjera. Mirë, veç të që i kuptove. Këto të bëjnë ty që Allahu si el-Wakil të jetë në pozicionin më të lartë, s'ka mbi të askush, dhe ky pozicion nxjerr në pa disa dispozita caktuara që vlen veç për Allahun xhallahu ala, nuk vlen për askën. Ibn Arabi thot, e para është kur e kuptojmë tash këtë dallim, dhe se Allah është në këtë pozicion të lartë, e kuptojmë se Allahu xhalla xhelaluhu është i vetmi që i ruan dhe kujdeset për krijesat e tij. Pastaj është i vetmi Allahu që ju mjafton të gjithëve. Ka njëri është pasanik, i mon 10 jetima, mi aqu dhe një 5 tjerë blokat. S'ka mundësi. A ka njëri pasanik në botë që këtë fukareve dunja që mjafton parë ati? Nuk ka. Nuk as para që mjafton, e mos lasim për punë tjera. Mi ullon s'ka mundësi. Andaj, në momentin kur na e veçojmë Allahun xhallahu ala si el-Wakil, si mbikëqyrës dhe kujdestar nga tjerat, kjo tek ne e sjell një bindje përballë Allahut xhallahu ala që Allah është i vetmi që kujdeset për njerëz, sesa për kujdesin e tjerë më të shumë shkuna, apo dhe ai është i vetmi që ju mjafton të gjithëve. E treta është ai krahas asaj që është i vetmi që ju mjafton të gjithëve, ai është edhe i gjithmundshëm. Apo dhe i gjithëpushtetshëm. Dhe e katërta është se çdo zhvillim tokë që ndodh nga e mira dhe e keqja, e tëra është në dorën e Allahut azza xal. E këto katër dispozita nuk kanë bënë me askënd pas me Allahun xhalla xhelaluhu. Ndërsa thot pastaj Ibn Arabi, kur na e kuptojmë se Allah është në pozicionin më të lartë, apo dhe këto i takojnë vetëm Allahut azza xal, e kuptojmë pastaj na rrjedhimesh nga kjo se ne jemi në pozicionin më të ulët. Dhe nga ky pozicion neve na shfaqen 3 gjëra më rëndësishme. E kuptove? 4 na shfaqen nga pozicioni i Allahut azza xal, ndërsa 3 na shfaqen nga pozicioni i jona. Cila është e para që na shfaqet? Tash na nga pozicioni ku jemi ne, pozicioni më i ulët i mundshëm, më i dobët i mundshëm na jemi apo. Këtu të shfaqen disa gjëra që ti duhet të përfitojë për ty apo. E para është që njeriu gjithmonë të distancohet dhe mos llogarit në fuqinë dhe në pasurinë e tij apo. Ti përdor si sebepe, po jo me llogarit në to se kur e kam këto që ç'to bëhet, jo apo. Që pozicioni i ulët apo ta imponon këtë kuptim apo. Nëse se ki këtë kuptim, je hy pak më nalt, zhdrëp pak se nalt je shku apo. Jo është nalt je shku poshtë, ma poshtë dush me konti. Apo që ata speshe. Ki po nga njëri kur është nalt, atë tjetër poshtë. A peshe fillon jo speshe poshtë, veç pak më ulëshe. Apo e kanë na hyp shumë nalt, na nuk pishëm do kuptime. Zbret pak më poshtë, normal, pikti pozicioni ku i hyp ti, s'e. Se edhe pak u metet atë veç me pa, çfarë do të më pa për Zotin, na udhë billah. Do njerëz aq lart e kanë hyp vetë në tyne. Dhe kjo me imagjinatë, jo realisht, mendojnë se janë aq lart, saqë shikojnë nga pozicioni që duhet nga i pozicion me i pa punë të Allah xhallahu ala, jo punë të tua. Pra sikur se ka ardhur një beduin tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka dashur me lavdru Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë për mirësisë tënde është kjo, dhe nga bujaria të është kjo, nga dituria të është kjo, e kanë ma të rekte lillah, kanë e Allah qajla, nësë unë i kom qëto kete, qa me të zoti, ka e do njerëz, i kënin të folë, do t'ja bëjmë kështu, të e këna me bëjmë këtë ne, e zoti, ku është zoti? Kur kënë? Kejt, ata i krynë, ata kejt i bojnë, s'ka nëjë për Allah në gjellë gjellë luar. I themi se, ata janë hybë një pozicion ma nalt, nuk shojnë, janë verbu, do të me ra ma poshtë. Apo, kur bjen ma poshtë, e sheket. Prandaj, pozicioni yt normal është kur e sheket. Në qoftë se nga pozicioni ku je nuk e sheket distancim, dhe këtë mos llogaritje në fuqinë tënde, themi se je gabimisht i pozicionuar, ndroj pozitën atë. A kuptuat? Këtë përfitim të pozicionimit të dur na jap emri Allah xhallahu ala el-Wakil. E dyta, emri Allah el-Wakil gjithashtu na bën që nga pozicioni na i dop që apo
që asnjëherë mos mendojmë se u bë tepër ndaj Allahut. Apo? Po, për neve na smundëm kurrë. Po në raport me Allahun xhalla xhelalu el wakil na mundson që asnjë gjë mos na duket se është shumë e tepruar të lyp ose është kjo e madhe. Jo, ja. Ky pozicion pse ne na adopt, por na nga ky pozicion komunikojmë me Allahun xhalla wala duke mos por asgjë që mund ta sfidon Zotin e gjithësisë. Gjithçka është e mundshme, gjithçka mund të kërkohet, andaj sikurse kanë thënë disa pediatarëve, nga shenjat e kuptimit të drejtë të tauhidit është kërkuar të shumë nga Allahu. Nga shenjat e kuptimit të drejtë të tauhidit është me lyp shumë për ti jepte. Nga se çatëri të dëshmu se një me ai mund të më realizuar. Dhe e treta, ta nga pozicioni i ulët, apo që të ofrohet ty është pasi që e ke kuptuar se mbikëqyrësi i vakilit është i gjithmonë i gjithëpushtetshëm, e tërë pasuria është në dorën e tij. Gjithë janë këtu. Atëre Ibn Arabi thot, nga ky pozicion tash apo shkputun nga ato që e lidh dhe lidhë me Allahun xhelalu ala. A kuptove tash ku është pozita jote? Ti je këtu, këtë po është, u distancove nga kjo, nuk llogaritmën kët, apo kur gjë s'ka diçka që jetë keq. Po unë kur keq lidh këtu më shumë lyp edhe këta. Keq që ka lyp me këta, veç edhe më mirë lyp kësaj, kur gjë keq nuk jetë. Andaj reflektimi i tretë është hapi konkret dhe praktik. Atë pse s'po dash më pra. A kuptove këtë, a kuptove të katër, po këto 6 goditje as janë mjaftueshme, këto 6 sopata as janë mjaftueshme, subhanallahu, me kput litarin e zemrës që është lidh për dunjë. Kpute nga se dunjaja është poshtë, ndërsa zemra është kërkuar me shku lart. Andaj nëse është e lidhur, ai sikurse çështja e qenit, apo qeni mund të kon shumë trem, i guximshëm, me kon mirë, po nëse ka zinxhirin për qafe, veprimi i tij është i kufizuar apo. I kufizuar apo. Ose edhe zogu mund të jetë shumë i shkatë në fluturim, por nëse e lidhim këmbën e tij, është i kufizuar në fluturim për aq sa është peri i tij i gjatë atë. Andaj dikur subhanallahu, litari i tij i zemrës i lidh për drejt është shumë i shkurtër apo. As 2 hapa nuk ka mundësi me i bëdet Allah xhelalu ala. Së ngritet shumë lart apo. Më herë pak si shkan se bar zemrat nga çështë lidhën apo. Dikush e ka litarin pak më të gat, po ai është i kufizuar. Apo nëse don lirshëm të fluturosh ka Allah xhelalu ala. Zemra jon fluturon ka Allah xhelalu ala. Fluturon pe gëzimit, fluturon pe lumturisë që ndin në adhurimin e Allah xhelalu ala. Po nuk mund ta ndin këtë fluturim apo nëse nuk është e lirë, por është e lidhur. Andaj shiko ku është lidh dikun. Ose nganjëra ke pa kur don me të rjek një kabël caktuar apo dy ose një litar caktuar, ndez don. Çka thosh? Qyr ku përstill dikun atë. Ç'përstill tani ngresh lir. Edhe zemra ton këto ajete a ditë të mësime është dash me shku më nalt, është dash më ngrit lart. E pse s'po shkon kë zemra nalt e u përstill dikun. Qyr veç ç'përstill, edhe ec masanaj. Kur që ma tepër, nga se duhet me mjaftu, kabli ka 12 metra, apo ndërsa largësia mes burimit të kablit dhe kudrena me kyç është 5 metra. S'ka qarë, a është logike mos me mri kabli? A është logike? Ja, se gjatësia e kablos është 12 metra, ndërsa largësia që përna duhet është 5 metra, edhe 7 metra na vjen tepër, apo, prandaj, materiali që e kena marrë është i mjaftueshëm me kon zemra ke dikon tjetër. E pse nuk është as gjys rrugës e veç u përstill dikon pra. Çer ku tu ka përstill zemra dikon, dikon omet dikon. A omet këtu atë di ku të ka me zemra. Veç shko kurrë më atë, veç shko të përstilla. Apo se ti sunduosh, po pengon. Lidhet tek Allah xhallahu ala, edhe zgatet mundësia për me fluturum atë pra. Pra këtë e kuptojmë thash, nëse i kuptojmë këtë dallim. Dhe e veçojmë Allah me ato 4 dhe e kuptojmë vetëm me këto 3, këto 7 me lenin Allah xhallahu ala bekojnë. Me lenin Allah xhallahu ala na mundson që lëshëm të fluturojmë ka Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu për asaj që përfitojmë nga emri Allah xhallahu ala el wakil është ajo që ka të bëjë me mbështetjen Allah xhallahu ala, ajo që i thuhet tawakkul. Mbështetjen Allah subhanahu wa taala.
Allahu xhalla xhelalu dhe ndëruar në shumë vende në Kur'an na e ka obliguar tawakkulin. Fjala tawakkul apo vreni se po vjen nga wakil, andaj ai është wakil e na bëjmë tawakkul. Apo ai është wakil, sikurse është thjesht. Ai është rezak, ai çon furnizim na hojna. Apo na kryejmë na mullën, jo. Ai na jap mullën na hojna. Çfarë ai është wakil na mbështetemi. Çfarë do të përdore? Shumë thjesht. A ka komplikim, për shembull, po Allah ka kriju këtë mull, po çish më hongër tash. Kur se ka problem, e din çish më hongër mullën, e din çka hahet, çka s'hahet, çka gjuhet, çka apo këtë dim. Apo nga ai kush e ka dhënë mullën? Er-Rezaku. Apo e krijesa raport me Rezak çka bën? E han rrezikun. Apo ai është el wakil. E krijesa për ballë wakil çka bën? Bën tawakkul. Shumë është të thjeshtë kjo punë. E pse na s'po të bëj tawakkul? Po na e kena përshtyr me dunja aftë. Po çfarë? E kena përshtyr me dunja aftë. Pa inson vend Allahu xhallahu në Kur'an kërkon për ne me tawakkul. Sigur se thot wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Subhanallah, sa është kjo garancë për një rab që të investon maksimalisht në tawakkul. Allah thot wa tawakkal ala Allah. Mbështetu në Allahun, të mjafton Allahu wakil. Të mjafton Allahu xhallahu ala wakil. Pastaj Allahu xhallahu ala thot wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetu në atë që është i gjallë dhe nuk vdes. Nuk është i gjallë, i cili është i gjallë dhe nuk vdes. Dhe ajetet shumë të tjera dhe hadithe shumë të që Allahu xhallahu ala na porosit dhe na e obligon tawakkulin. Mirë, tema jo nuk është për tawakkul. Që po duam të bëjmë dy pika të rëndësishme rreth tawakkulit. E para, kuptimi i tawakkulit ose përbërja e tawakkulit. Na kur duna për shembull me analizun insan apo me një këshim përbërjen e tij apo çfarë përbërje ka. Dhe në bazë përbërjes pastaj e dim se çish funksionon, sa është i qëndrueshëm, sa është i fuqishëm e kështu me radhë. Mirë. A dim na përbërjen e tawakkulit? Përbërja e tawakkulit cila është apo? Ibn Qayyim thot rahimahullah thot at-tawakkulu murakkabun min aslayn. Tawakkuli është përbërje e dy komponenteve. Sa i thjeshtë, nuk janë 22, dy elemente janë bashku edhe e kanë formuar tawakkulin. Uji çka është? Është HDU, kombinim i kësaj dhe asaj, shumë thjesht. Edhe tawakkuli është i thjeshtë si uji. Është përbërje e dy elementeve. Cilat janë ato? Al-thiqatu billah wal-i'timadu alayh. Kjo e para është themelore. Elementi i parë është themelor. Kusht për mbarvajtjen e procesit që del në fund të tawakkulit. Al-thiqatu billah. Çka është al-thiqa billah? Thiqa billah, thiqa është jo besim në Allahun. Kur themi besojmë në Allahun, besojmë se Allah ekziston, besojmë se Allahu azza wa jall është i vetmi që meriton të adorohet. Këto janë aspektet teorike të besimit, jo. Nuk po them të besojmë në Allahun atë. Po besueshmëria në garancën e Allahut azza wa jall. A ka gjëra të caktuara që Allah ka garantuar për tonë dunjë? Për shembull, a ka garantuar Allahu rrezikun e çdo kujt? A të ka garantu Allahu azza wa jall se nuk ka mundësi askush me të bëjë dëm palen e tij? A të ka garantu Allahu xhalla xhelaluhu se nëse i merr sebepet ndihmon? Janë një varg garancash, apo? E ulemat kanë thënë sikur Ibn Qayyim me i besu Allahut se për një më është kjo garancë, është gjysa e tawakkulit apo. A është kena problema? Po vallahi. Po kena problem ja besu Allahut. Po ka thënë Zoti, po na çka ti mo? A të ka garantu për qëta? Kry puna. E thiqatu billah, me pas besueshmëri në premtimet e Zotit. Me pas besim në garancat e Allahut. Me pas njëri. Andaj, transmetuesit të besueshëm, i cili me besnikri e përcjell transmetimit i thonë thiqa. I besueshëm o kë. A ka thonë kë? A është në sened? Në zinxhirin të transmetuesme, për shembull, na, kur themi transmeton Buhariu, u krimo, a vet kush është sahih?
Zvet kush më Buhariu më ç'është po vetëm. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. A është kjo garancë e mjaftueshme sa ditë sahih? Po opton. Shikon na jetën e kësaj bote kena garanca të caktuara që mbështetemi në to. Na mbështetemi në besueshmërinë e disa transmetuesve për saktësinë e hadithit. Na mbështetemi në korrektësinë e disa njerëzve apo për lajmin që na sjellin. Andaj njërin këtë botë ka besueshmëri të caktuar që mbas ai vepron. E po edhe në raport me Allahun xhallahu ala kërkohet një besueshmëri e caktuar në atë që të ka garantuar për të vazhduar më tutje udhëtimin e tevekulit. Ky është komponenti kryesor i tevekulit. Dhe komponenti i dytë i tevekulit është masi që i ke besu el-i'timadu alayhi. Ky është komponenti i dytë. Ti dorëzohesh atij jotën. Dhe ti mbështetesh Allahu xhalla xhelaluhu. Kur ndodh kjo? Allahu xhalla xhelaluhu për shemb a ka kërkuar për te që të ka garantuar se realizohet një qëllim i caktuar në qoftë se ti ndërmerr këtë hap dhe këtë hap. Apo andaj ti për me garantu garancën e Allahu xhalla wala për me asiguru vetes tënde ti merr sebebet e duhura. Pas kësaj, ka ti ke besu Allahu xhalla wala thika. Allahu të ka thonë unë të garantoj se nëse bën këtë dhe bën këtë kjo ndodh. Apo ti beson garancën Allahu xhallahu ala dhe respekton rregullin e vendosur. Kur këtë e kryen, apo i thosh Allahut ja Rabbi, unë si krijesë e kryeva, po të dorëzoj ty ditash vendos se çfarë do të bëhet me këtë që unë e bëra afton. Dhe atë që Allah e vendos, kjo faza e fundit e këtij dorëzimi, mas marrë sebepeve, është plotësimi i tevekulit. Pa nuk është tevekul të mbështetur në sebepe, nga se kjo e cenon pikën e parë të besueshmërisë në garancën e Allahut, por nuk është tevekul braktisja e sebepeve, nga se kjo e cenon pjesën e dytë të mbështetjes së sigurt në Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj nuk është tevekul braktisja e sebepeve, por është marrja e sebepeve. Ka sikur thot Ibn Qayyim rahimullah, braktisja e sebepeve është çmenduri, njëri çmend nëse merr sebepe. Mirë po edhe njëri gjithashtu i çmendur i beson sebepeve. Apo. Andaj mesataren këtë drejtim e bën muslimanin mutawakkil. Të mbështetet në Allahun xhallahu ala. Kjo është pika e parë që ka me tevekulin. Dhe që këtë e ushqen më të madhe kuptimi i det e emrit el-Wakil. Dhe e fundi që dua të them lidhe me emrin Allah el-Wakil, tek përfitimi që jemi të për tevekulin është ajo që e kam përmend dietarët tek llojet e tevekulit. Tevekuli nuk është një lloj, jo disa lloje. Varësisht ku përdoret ato. Njëja këtyre llojeve pse po i përmendin, nga se thash nuk kemi tuar për tevekulin. Mirë po është një sekret tek llojet që ja u zbuloj në fund inshallah pse kam përzgjedhur nga këtë tema e tevekulit me fol veç për përbërjen e tij edhe për llojet e tij. Ibn Qayyim rahimullah thotë se tevekuli është 4 lloje. 4 lloje ka tevekuli. Lloji i parë është të mbështetesh në Allahun azza wa xal për veten tonë. Që Allah më të rut edhe fen tonë, edhe shëndetin tënd, edhe sigurinë tënde, edhe këtë çka ka të bëjë me ty, Allah më të rut. Kjo është lloji i parë i tevekulit. Dhe kjo është e lavdruar. Lloji i dytë i tevekulit është tevekuli i pejgamberëve. Çfarë është tevekuli i pejgamberëve? Të mbështetesh në Allahun azza wa xal me kuptimin që e ka më herët dhe me këtë çka po falem deri më tani sa ato këtë janë të kurzuar me këtë që po flasim. Tevekuli i pejgamberit i nderuar është që ta përdorësh emrin e Allahut Wakil, jo për veti, po për ta ngjall fen Allahut azza wa xal, për ta mbrojtur fen Allahut xhallahu ala, për ta përhapur tek njerëzit ata. Këtë lloj tevekuli ka më pejgamberi. Vazhdojmë më tutje pastaj i kthehemi kësaj. Tevekuli lloji i tretë është ti mbështetesh Allahun xhallahu ala në çështje të dunjas, apo sikur është me të furnizu apo Allahu xhallahu ala me të dhuru shëndet, me të rujt fëmijët apo me të rujt pasurinë. Këtë çka ka të bëjë me punën e dunjas, tevekul. Edhe kjo është i lavdruar. Dhe tevekuli i katërt është që njeriu mund mbështetet në Allahun azza wa xal në kryerjen e disa punëve që janë të ndaluara. Haram është puna, po thotë në nimo Zoti atë. Kjo është tevekul, e ka kuptimin e vet, nuk du
me zhvendos vëmendjen tash për shkak këtij, por Ibn Qayyim rahimahullah thot, ata që edhe në këtë katër Allahu i mbështetën, apo Allahu xhallahu ala nuk u zgënjen tevekulin e tyre ato. Edhe pse kanë më dhënë përgjegjësi, pse e kanë keq përdor këtë tevekul ato. Edhe thot Ibn Qayyim rahimahullah në këtë katër e katërt, edhe pse shohim se ata që janë të kategorisë së katërt janë shumë më aktiv në tevekul sa ata që janë të kategorive të mëhershme ato. Ata që duhen me bu haram, më shumë besojnë se kanë me shku në fund, apo dhe Zoti ka minimu, sa ata që janë për hajra pëta. Nga se në me, njeri me e po, për shambull, guximin e hajnave, me një shpithuj me vapën, kë guxim nuk ka veç fuqiti, e ka për mrena, unë kam nevoj, Zoti di që unë jam lazë, majmë një manë, e bëna një kombinim ato që i vynë të vëkulli dikun, apo? E gjona dikun. Ata edhe pse keq e përdorin të vëkullin, shpesh herë janë më stabil në tevekul se ata që e kanë për punë të halalit subhanallahu. Andaj tevekuli është katër lloje. Lloji më i mirë dhe më i preferuar është lloji i dytë. Llojin që më shumë të na e përdorim është lloji i tretë. Ibn Qayyim rahimahullah tash nuk thot kështu citat. Nga se citati mund më zhvendos, por me përmend si kuptim. Ti o Rabi Allahut e ke një dozë të caktuar të tevekulit në zemër. Qa që e ban zemra jote, nuk ban ma shumë. Apo, nga se zemër të në sikur se end. Apo, një end në zën pak, një end në zën shumë. Apo, dhe në varësish nga hapësira e enës edhe zën të langë caktuar ose brom caktuar kështu më radh. A është ene e zemrës tonë sikur se Ibrahimit alayhisalam? Jo. Atëherë kjo e me kuptu se njerëzit dallojnë në mas të madhe në tevekul. Dhe ky dallim është në bazë të enës. Në bazë të enës, ka dikush që ka zemrën më të gjon, ma e ka çlidhat që ku duhet, edhe më shumë nxen. Dikush më të pështillt e ka sapin, sa më shumë pështillet të kufizohet ena. Andaj Ibn Qayyim do më na ka thonë se Rabbi Allahut ti enën që ta barë të vëkun e kitë kufizume. Apo? E kitë kufizume. Thot, ata që ka mund është me e ka përcy, me një kafshat buke, apo? Mos e hargja për atë që ka duhet për një me të vëkullit që s'ka përcet me kafshat buke. Ato. Nga se njëri njëtë në kësaj bote nga njëre për shambut. është një sprovë sa i pa, ka përcet Allah, sa është kiamit e dunjas. Kej që ka aktivizone, me adhurim, me lutje, me këtë kuptime që ka i ka, e shpenzon vetën e ti për me të kalu një sprovë. Kur vjen tani diçka shumë e madhe, çka më aktivizu më thani? Për shembull, një njeri ka me kalu një prock 20 cm. Apo? Edhe për me kalu prock 20 cm merr hav 200 metra. Apo? Jepi, kur vjen me ka përsy se problem me ran këtë prock. Ka mujt me një hav më ka përsy. Po, kësë dëmon, s'po thome se merri se bepet. Po merre sebepin konform problemit. Ndërsa, ruje këtë kuptim të el-wakil, mos e hargja, mos a i ka për të tanat, po ti se ban. Pastaj, kur po vjen qështja, tek në mbështetjen Allah në Gjallahu Ala, në përhapin e fesë ti, e në rezistimin dhe armejgjve të Allah të Azugjel, këtu përshëm se në u kalu zemra, se ban mu apëtën. Andaj, mos e ladh zemrën për gjithë shka. Ruje të vekulin, atë ajkën e ti, përmbajtën e ti, ruje për raste më specifike, çka mundesh me e ka përcy, sa të Ibn Qayyim rahimahullah, sikur të themi ne, çka mundesh me e ka përcy, për shembull, me gjëra caktuara, me pare, me sa ka përcjellë çashtu. E pse aty duhet të vekul normal. Mirë, po flas për një përmbajtje të vekulit që është në zemër, që mos më e shpenzu këtë. Për shembull, disa njerëz e ka godit flama. Flam hezapi. Po është pak po, ka përsa, flam, është gripsër. Një lej ftofje vogleve. Edhe njën, për shembull, lapëton, që e ju bërë sa mu sprovu kështu të kjo. Le ju bërë për tikun tjetër, dvinë ma shumë atje, mos e shpenzoj ju bërë alison për një flam. E kuptove? Në ruj dë shembuj që i ki për ma shumë. Nga se, jo, edhe ju bërë sa më bënë të flama, po kur dvinë të kancerit atë nuk dhezmo, se edhe flama dhe kancerit nuk janë njëjtë. Prandaj ruje
tevekulin në aspekte, mos e shpenzo se të vim për diçka më tepër. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, ruaje tevekulin për këtë dytën, nga se këtu kanë godit më shumë të pejgamberit Allahut azza xal. Edhe pse për çdo gjë janë mbështetur Allahun xhallahu ala, mirë po, më tepër të janë mbështetur Allahun xhallahu ala në momentin kur e kanë përhap misionin e Allahut xhallahu ala, kur është dashur me e luftu me botën e jashtme për ta përhap harin e për të rezistuar sherrit. Këtu duhet fuqi e madhe, këtu duhet energji e madhe, këtu duhet mbështetje e madhe në Allahun xhallahu ala, andaj ruaje këtë për këtë. Nëse përpundet dunjas tek e fundit për një kafshot goja apo ton kit emër vakil me aktivizu e harxhon ti problemet e ti. Të tani nuk mund me aktivizu njëjtë edhe kur vjen puna se nuk gdhez. Nuk gdhez si duhet apo. Prandaj edhe ky është një lloj menaxhimi i mrekullueshëm me informata që i ki për situatat që duhen apo. Edhe me resurset e mbrëmshme të zemrës që i ki, në kanë resurse mbrana, imani, tevekuli, dashnia, këto resurse të mira të mbrëmshme. Edhe me këtu mos i harxho krejt Allah, ka dalë. Po, njëri për shembull rrugën fillon mujt ku të merr. A ka ku me harxhu krejt? Po vallahi, për një saat këtë harxhon. Po ka dalë se të vinë për nesër Ramazan, jo, ka dalë. Apo andaj, ka dalë ndoje. Po Allah është Rezak, Sahir Rezak apo. Po nga kuptimi i Rezak është pak më ka dalë me shpenzuar. Nga sa që ta ka fillim mujt, ata apo në gjysmë mujt kështu më radh. Mirë, po nuk është pjekuri, apo në këtë mënyrë me menaxhu me emrin Allahut Ar-Rezak apo. Andaj edhe me emrin Allahut Al-Wakil, mësoj ç'më menaxhu, ç'më vepru me ta apo. Ruaj për shembull ato që është më e madhe, ruaj Ibrahimin alsom që kanë gjuhë zjarm për një zjarm që të ngjajshëm pak apo. E për do të më thjeshta, por do diçka më thjesht e kështu me radh që ta ruash gjithmonë të freskët dhe aktiv kuptimin e emrit Allah xhallahu ala al-Wakil. Andaj kjo është një përfitim shumë i rëndësishëm, vallahi, dhe dobi shumë e madhe nëse e kuptojmë drejt. Atëherë do të kemi gjithmonë material të mjaftueshëm që ta përdorim në situata të caktuara apo. Atëherë ku duhet apo. Ta ruajmë, ruaje energjinë, ruaje aktivitetin, ruaje këto do të jemi me ditë shumë menaxhuar me to, gase edhe dituria që e kemi në bazën fetare, dituria jon për Allahun xhallahu ala, edhe kjo është një energjie që ne duhet të dimë si të menaxhojmë, sa ta shpenzojmë në situata të caktuara dhe kur duhet, gase nëse e shpenzojmë tepër në një vend që nuk ka pas nevojë kaq shumë me shpenzu, kur vjen diçmë e madhe pastaj mundemi të kemi një lloj mangësie në këtë drejtim. Andaj këto janë thash disa prej pikave të cilat kanë të bëjnë me përfitimet tona lidhe me emrin Allahut El-Wakil. Prandaj ligjërata e parë ishte për kuptimin dhe reflektimin e këtij emri, dhe kjo e dyta për disa nga përfitimet tona. Ne si rob çfarë duhet përfitojmë në raport me emrin Allahu xhallahu El-Wakil, andaj mos të harrojmë ato që ka të bëjë me pozicionimin tonë, se kjo është shumë e rëndësishme me pozicionu, ka se nga pozicioni sheh ato që duhet me apo dhe vepron si duhet, dhe gjithashtu këtë kuptim të tevekulit në dy pika që e përmenda, të përbërjes së tevekulit dhe llojeve të tevekulit, si të menaxhosh në bazë të njohjes së llojeve, si të menaxhosh dhe të shpenzosh për çdo lloj aq sa e meriton. Allahu na lësë Allahu te baraka u taala të mbush zemrat tona me mbështetjen te. Sikurse ka thënë Said ibn Musayyib, kjo është dua që e ka përdor më të madhe Said ibn Musayyib, ka thonë Allahumma inni as'aluka husna dhannin bik wa sidqa tawakkuli alayk. Ka thonë Said ibn Musayyib, o Zot, unë kërkoj prej teje që të më mbushësh zemrën me ndim të mirë për ty dhe vërtetësinë mbështetjen ty. Andaj të kam mendim mirë për ty dhe me vërtetësi të mbështetem gjithmonë ty, pa hile dhe pa gënjeshtra. Andaj sikurse ka lut ky tabin dhe ky zotni tabin Allahu xhallahu ala, edhe na lutim Allahun kështu dhe me kaq e përfundojmë këtë ligjërat.